اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe me të gjithë muslimanët. Në vazhdim, autori përmend el-istithnau fil iman, veçimi, përjashtimi në iman. Dine thot Allah subhanahu wa taala më shëroft juve dhe neve se besimtarët me cilësitë e tyre janë në mes të shpresës se Allah subhanahu wa taala ka me shpërbly dhe të frikës se kanë më ndëshku për gjunat e tyre dhe kujdesen aq sa kanë mundësi që mos me shkel dispozitat e Allah subhanahu wa taala nga frika e ndëshkimit. Gjithashtu besimtarët kujdesen që me kry obligimet, urdhnat e Allah subhanahu wa taala dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që me marrë shpërblimin dhe mos me marrë dënimin për shkak se besimtari kur i kryen urdhrat, obligimet, nëse bën sipas rregullave dhe me niyet të sinqert, shpërblehet. Kur nuk i kryen urdhnat, dënohet, ndëshkohet. Besimtari kur i kryen gjunat, ndalesat, ndëshkohet, edhe kur largohet prej gjunave, shpërblehet. Këto çështja. Nëse një urdhër të Allahut subhanahu wa taala e kryen, për atë ka shpërblim. Nëse një urdhër të Allahut subhanahu wa taala nuk e kryen, për ato ka ndëshkim. Nëse një ndalesë të Allahut subhanahu wa taala e veprojnë, për ato ka dënim. Nëse prej një ndalese të Allahut subhanahu wa taala largohemi, për ato ka shpërblim. Që do të thonë se nëse njeriu largohet prej gjunave, shpërblehet. Se veprimi i gjunat e ka dënimin. Largimi prej gjunat për hir të Allahut subhanahu wa taala ka shpërblimin. Farzi, kryerja e obligimeve e ka shpërblimin. Mos kryerja e obligimeve e ka ndëshkimin. Që do të thotë se çdo mos kryerje e obligimeve automatikisht është veprim i një gjunohi. Çdo mos kryerje e një obligimi automatikisht është veprim i një gjunohi. Gjunohi është për shkak se nuk e ka vepruar urdhrin. Çdo largim prej një ndalese automatikisht është vepër e mirë, shpërblim, ka sevap, pse i largu, pse se ke bon, ka shpërblim te Allah subhanahu wa taala. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fliste me shokët e vet, dhe u tregonte për disa shpërblime. Për tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë edhe fletja me bashkëshortën ka shpërblim. Sahabët thanë, ja Rasulullah, ajo është për dëshirat e tona, edhe marrni shpërblim,
E pejgamberi sa po. Se po të shkonit në haram, a kishit pasën dëshkim? Po. Më që s'keni shkuar në haram, ka shpërblim. Dhe besimtari vazhdimisht përpjeket me krye urdhat që i ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe shpreson se me kryerjen e këtyre urdhrave ka me fituar shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Dhe vazhdimisht mundohet me u largu prej harameve me shpresën se ka me shpëtu prej dënimit. Edhe kështu i shkon jeta besimtarit mes të frikës dhe shpresës, frikës nga gabimet dhe shpresës se Allah subhanahu wa taala ka me shpërbly dhe me fal. Atëherë njeriu besimtari gjatë gjithë jetës nuk e ka sigurinë. Dhe thëtë autori Allah subhanahu wa taala pas më shërua për këtë bëhet përjashtimi. Për këtë bëhet veçimi në iman. Thëtë Allah subhanahu wa taala fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Mos i lavdroni vetët e juve. Mos jepni garanci për vetët e juve. Wa a'lamu biman ittaqa. Se Allah subhanahu wa taala është më i ditur se kush është i devotshëm. Dhe qëllimi është me thënë kështu: mos thot kërkush për juve, unë jam besimtar dhe kam hyrë në xhenet, se kështu shkojnë lidhjet. Por themi se ne jemi besimtar dhe nëse vdesim si të tillë, do thonë ka kushtëzime. Nëse e marrim këtë besim deri në fund, nëse ne pranon Allah subhanahu wa taala veprat e mira, nëse për të thuhet veçimi, për të bëhet përjashtimi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Mos i jepni garanci vetëve tuaja, mos i lavdroni vetët e juaja, huwa a'lamu biman ittaqa, se Allahu subhanahu wa taala është më i ditur për atë se kush është i devotshëm. Kurse Ibn Qayyim Allahu subhanahu wa taala pas më shëru, do të prej përgjigjeve më të vështira për besimtarin është nëse dikush e pyet, a i ke frikë Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se nëse dikush pyet, a i ke frikë Allahu subhanahu wa taala, me thonë po, unë e kam frikë Allahut, unë jam i devotshëm. Atëherë jetë e livdu e vetën, jetë të dhonë garanci. Me thonë, jo, unë s'i kam frikë Allahut, atëherë jetë të bo kufër. Dhe përgjigja, thëtë Allah subhanahu wa taala pas më shërua, nëse dikush pyet, edhe pse ky lloj i pyetjeve është, kjo lloj pyetje ka qenë dhe është gjithmonë e urrëtur te dietarët e sunetit, por nëse ndodh, thot Ibn Qayyim Allah subhanahu wa taala pas më shërua, përgjigja të shkëton: Allahumma ij'alni min al-muttaqin. Allahu inshallah na bën neve për të devotshëm. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Mos lavdroni vetën e juve, për shkak se Allah subhanahu wa taala din më së miri se kush për juve është i devotshëm. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan." Kërkush nuk e din se çka ka më ndodh nesër. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dhe kërkush për njerëzve nuk e din në cilën tokë, në cilin vend ka me vdek. Atëherë kërkush nuk e din çka ka më ndodh nesër, qysh ka mundësi me dhënë garanci për vete? Kërkush nuk e din prej neve se qysh ka me përfundu, qysh ka me vdek, qysh ka mundësi me dhënë garanci. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kërkush nuk e din se në cilin vend ka me vdek, as kërkush nuk e din se çka ka me ndodh nesër. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innamal a'malu bil khawatim." Veprat shpërblehen sipas përfundimeve. Qysh përfundon, ashtu shpërblehet Allahu. Nëse përfundojmë si besimtar me vdekje dhe përfundimi jon është vdekja. Nëse përfundojmë me vdekje në Islam, është në rregull.
nëse nuk përfundojmë me vdekjen në Islam, nuk është në rregull. Kurse kërkush prej neve nuk e din se a ka me përfundu me vdekje në Islam apo jo. As kërkush prej neve nuk e din kur ka me vdek, as si ka me vdek, as si nivel ka me vdek. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur 10 prej shokëve të vet dhe i ka përgëzuar me xhennet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr është në xhennet. Kjo është me vahri, kjo është me shpallje që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Omeri është në xhennet. Osmani është në xhennet. Ali është në xhennet. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush prej njerëzve e ka takuar njërin prej atyre 10-ve që ka përgëzuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë ta gjallë se kanë me konë në xhennet, edhe i ka thonë atij. Për shkak se e ka pasur në gjendje të mërzitur, duke pas frikë për takimin me Allah subhanahu wa taala, sahabiu i cili ishte i përgëzuar me xhennet. Dhe kjo personi që ka takuar këtë sahabiun ka thonë pse ti ki frikë, pse ki mërzi. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar, ka thonë duke qenë gjallë ti, se ti ki më konë në xhennet. Dhe përgjigjja sahabiut ka thonë, ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur për qëllim, nëse vdesni sikur jeni sot, keni më konë në xhennet. Ama pas vdekjes tina, unë nuk e di, a janë në qatë nivel që më konë, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prezant me mua jo. Nuk e di, a janë në çështjet e imanit që ashtu sikur kam qenë në kohën kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se kjo është kuptimi i sahabiut. Kurse më herët kemi përmend se kuptimet e sahabive ndaj teksteve janë shumë të rëndësishme. Forma se qysh sahabët i kanë kuptuar tekstet janë shumë më rëndësi për neve. Dhe kemi përmend disa raste për tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur atyre të vdekurve të Bedrit, të vrarëve në Bedr që i kanë bërë muslimat, ka shumë terrorin ka thonë o filani gri filanit, a gjetët atë që Allah subhanahu wa taala ka premtuar, se na kemi gjetë atë që ja ka premtuar Allah subhanahu wa taala. Sahabët i kanë thonë ja Rasulullah, çish me thirr ti ata nuk nin. Do kuptimi i sahabëve, to shumë rëndësi, se sahabët e kanë kuptuar prej teksteve se vdekurin nuk nin. Innaka la tusmi'ul mauta. Ti o Muhammed ajetin Kur'an, thotë Allah subhanahu wa taala nuk mundesh me i bëmë të dëgjosh vdekurit. Wa ma anta bi musmi'in man fi al-qubur. Dhe ti Muhammed nuk mundesh me i bëmë të dëgjosh ata që janë në varre. Dhe sahabët e kanë lexuar Kur'anin kështu, dhe kanë kuptuar nga leximi i tij se njerëzit e vdekur nuk nin. E kur kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tu bë diçka ndryshe me atë që këta kanë kuptuar prej teksteve, o i dërguar Allah, pse ti folur ti me tasnin? Kjo është kuptimi i sahabëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar rahimahullah se ai ka ngjallë Allah subhanahu wa taala për formë dënimi me ndëgjuar atë që ja thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në formë poshtrimi për ata që kanë dalë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por këtu ishte më nësi kuptimi i sahabëve. Dhe kuptimi i sahabiut në këtë pikë tash është më rëndësi ky. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ti je në xhennet. Por pejgamberi sa ka vdek, ka kaluar një periudhë, edhe ti ali halo i e gjallë. Tash a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ti je në xhennet u bosh ka u bo? A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti je në xhennet nëse je kështu? E sahabiu kështu e ka kuptuar. Sahabiu e ka kuptuar se ky hyn në xhennet nëse përfundon si i tillë. Hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah nazara ila qulubi ahli Badr. Allahu subhanahu wa taala ka shikuar në zemrat e pjesëtarëve të Bedrit. Faqal, dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala i'malu ma shi'tum, bëni çfarë do që dëshironi. Fa inni qad ghafartu lakum, se unë jam kom fal juve. Çfarë kom fal juve? Se keni shkuar në Bedr. Tash na Allah na rujt për dikush që pretendon se është musliman, ngjashmet me ata që ka shkuar në Bedr, jo që ju fol fjalë mira, por fol çka ka mazi, ma keq. Edhe thirr në kuptimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptimin e sunetit.
asë kuptimi teksteve, ndryshe ka folë Allah për ata që kanë marrë pjesë në Bedër, ndryshe ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që kanë ndihmuar fen, ndryshe thonë fjalët e Allahut, ndryshe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndryshe fjalët e munafikëve, që nuk kanë gjë tjetër përveç se mashtrimit. Kuptimi i shokut i sahabiut në këtë pikë është që në xhenet përfundon nëse vdes sikur që ka qenë këtë kohë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë këtë fjalë. Dhe ne themi se me që besimtari është mes frikës dhe shpresës, i bën veprat e mira me shpresë se do të shpërblet, largohet prej gjunave në frikë se do të ndëshkohet dhe me shpreson se Allah subhanahu wa taala ka më fal, ama nuk jep garanci kërkush prej neve. As nuk duhet kërkush prej neve me dhon vetes vet garanci. Po ashtu thot Allah subhanahu wa taala: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Musliman besimtar janë ata të cilët e japin atë që Allah subhanahu wa taala i ka obliguar, qoftë mundi, qoftë zakati pasurisë, qoftë gjithçka me cilën na ka obliguar Allah subhanahu wa taala, dhe zemrat e tyre, thot Allah subhanahu wa taala, wajilatun, janë të friksuara, ennehum ila rabbihim raji'un, se që kanë me thonë, që kanë me bo, që kanë me kaluar ditën kur dalin para Allah subhanahu wa taala. Në kuptimin e këtij ajeti, Aisha radhiyallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithin cilën e transmeton Imam Tirmidhiu, Aisha radhiyallahu anha pasi e ka lexuar ajetin walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila, ata të cilët e japin hakun e asaj me të cilën i ka ndarkuar Allah subhanahu wa taala dhe zemrat e tyre janë të friksuara se çysh kanë me kalu para Allah ditën e Kiametit, kur dalin para Allah. Aisha radhiyallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O dërguari i Allahut, a janë këta besimtar të cilët e falin namazin, e japin zakatin, agjërojnë Ramazanin, bën vepra të mira, por kanë vjedh, ose kanë ndërruar në moralitet, ose kanë rreth, ose kanë bën ndonjë mëkat, për të cilët friksohen?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La, ja bint as-Siddiq, jo, oj e bia e të sinqertit. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل الله منه." Këto janë njerëz të cilët janë fal namaz, kanë agjëruar Ramazanin, kanë dhënë zakatin e kanë bërë vepra të mira, apo kanë frikë se nuk ja ka pranuar Allahu subhanahu wa taala veprat e mira. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep shumë mësime. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Moshdon mu jawami'ul kalim", përmbledhje e fjalëve. Fol pak fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama jep shumë kuptim me çato që e fol. Dhe njerëzit e ditur, njerëzit e mençur janë ata që flasin pak edhe japin me kuptuar shumë, ose mashtruesit janë ata që flasin shumë gjatë, ama thot zbrast, s'japin me kuptuar kur gjë hiç. Edhe pse tash llogaritet si akt, me ditë me folën me rrete, me bo mashtrime, ama kështu nuk u kanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk duhet me qenë besimtar. Disa prej domive, Aisha radhiyallahu anha kujdeset për kuptimin e fjalëve të Allahut. Në lexon ajetin edhe shef: "Walladhina yu'tuna ma ataw", besimtarët të cilët i kryejnë obligimet, wa qulubuhum wajila, ama zemrat e tyre janë të friksuara. Qysh është e mos bëjë dërguari i Allahut? Ta njerëz të kryejnë obligimet edhe apet të friksu. Normal ata cilët i kryejnë obligimet do të merret pak më të qetë. O i dërguari i Allahut, ajo këta që me që i kanë kryer obligimet në rregull, po
krahas obligimeve kanë bërë dhe gjinohen, për shkak se dikush prej tyre ndoshta ka vjedh, dikush prej tyre ndoshta ka rënë në moralitet, dikush prej tyre ndoshta ka gëny, ka rreth, a janë kështu? Jo. Çfarë do të bëjmë sot? Ç'është e parë? Jo, oj bija e të sinqertit. Kështu e ka trajtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gruan e vet. Dikush për besimtar do thotë, jo, oj budallit. Kjo është kitë ndryshe me atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndryshe me atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ndronte Aishën. Po kur ja kthente përgjigjen, me kthente të ndërua dhe babën e Aishës radhiyallahu anha. Jo i bija sinqertit. Jo i bija sinqertit, do të thonë me ka thënë se ti je mirë, ama dhe baba jote është i mirë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve Aishës nuk i ka thënë nemën, gruas vet. Por Aisha radhiyallahu anha në cilësitë e saj të përshkruara i ka pas faqet e kuqe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thirr i ka thënë ja Humaira, oj më thonë shqip është i vjen pak si jo fjalë e mirë, në gjuhën arabe shumë e mirë, oj e kuqe. Më thonë për shkak ngjyrës që kështu ka thirr pejgamberi sa kur ka dashur me thirr Aishën, e ka thirr me emrat më të mirë. Aisha radhiyallahu anha kur ka dashur me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njëherë për herave në hadithin e saktë për ditën e Kiametit, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, a yadhkuru al-habibu al-habiba, a e kujton ditën e Kiametit i dashurit të dashurën? Më thonë, aludonte, me thonë ti, a kujton mu? Dhe zgjidhte fjalë Aisha radhiyallahu anha të mira, me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa zgjidhte fjalë të mira me thonë Aishës. Jo veç sona, po me thonë edhe kur e ka thirr, jo moj, po i bija e sinqertit. Tash ka thënë ti e budallicë dhe babën e këtë budallicë, nënën e këtë budallicë, tanë është diçka që është una mirë familje, po s'është as. Se po çuditesh se nuk është mirë se. Çka ke kontribut ti për më kon mirë? Hadithin e saktë njëri prej sahabëve shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut kur bën Kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pse çka ke bën ti për atë ditë? Kur bën Kiameti, pse a ke bën e përgatitje, a je të morë e farmose, a je të bën e farpune? Nuk këmbon gruaja, nuk këmbon fëmia, nuk këmbon kjo, nuk këmbon kjo. Po a ke kontributi diçka më kon mirë çdo situata, a kontributi ato është më kon veç keq? Jo e bija sinqertit. Nuk është ky kuptimi. Dhe metoda e të folërit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë e kujdesshme. Me Aishën. Me thonë që ta spetin tja. Po se së të dita, më konë që e të s'kish vetë. Ajo pyet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me nivelin më të lartë të dokotës ja kthen. Jo e bija sinqertit. Këta janë njerëz të cilët falin namaz, agjërojnë Ramazanin, edhe japin sadaka, japin zakatin, ama kanë frikë se Allah subhanahu wa taala nuk ja pranon për shkak se prej kushteve me pranu Allahu subhanahu wa taala veprat janë njeti i sinqert dhe praktika sipas sunetit, veprimi që asaj vepre në përputhje me atë çështje nga vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse bashkohen të dy çështje, vepra nuk rritet te Allahu subhanahu wa taala. Shtoja kësaj. Kuptimi i fjalës Allahut innema yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu subhanahu wa taala i pranon vetëm për atyre të cilët janë të devotshëm. Në transmetim Aliu radhiyallahu anhu thoshte me pas me mbledhur dikush që veç një vepër të mirë më ka pranuar Allahu subhanahu wa taala në smërzitna. Pse e ka thonë? Për shkak se e ka lexuar jetin innema yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa taala e pranon vetëm për atyre të cilët janë të devotshëm. Nëse një më pranon, atë një të devotshëm, lidhen e tillë e bën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në transmetim Sufjan al-Thawriu, Allah subhanahu wa taala e bashkëshëruar dietarëve të hadithit, gjeneratës tabelëve
që u taku me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e momentet para vdekjes e kanë pa duke qenë. Edhe ti kush i ka thonë? O djetar, i sunetit, apo qanë nga friga për gjunohave, ka thënë ju vëllohi, për shkak se. Prej se ju mbo me dalue të djatën nga e majta, nuk di që kombon dë një gjuna. Prej momentet që e kom kuptue cila është e djata, cila është e majta, unë nuk e di që kombon dë një gjuna, se me vedje, me qëllim të e dit, që është gjuna me bo si kombon. Por qaj, por ibadetet të cilat i kombon, nështë nuk i kombon që shduhet, dhe nuk mi ka pranua Allah subhanu ta'ala. Dhe kjo është kuptimi fjallës a Allah subhanu ta'ala, o ledhine jutune më atëu, o kulubuhum vajgjiletun, ata besimtarët janë ata cilët i krynë obligimet, me të cilat i kanë ngarku Allah subhanu ta'ala, por me gjithatë, zemrat e tyre janë të friksuara se qështë do tjetë qështja kur dolin para Allahu subhanu ta'ala. Kur i sheh të gjitha këtu, thot autori i librit, besimtari e ka të qartë se duhet të thonë, unë jam besimtar inshallah. Kur i përmbledh të gjitha qëto argumente, gjithsecili prej besimtarëve duhet me thonë, unë jam besimtar inshallah, jo në aspektin e dyshimit, për shkak se nuk ka thot dyshim, se ai i cili ka dyshim se është besimtar apo jo, ai është kafir. Por në anën e asaj se si do të vlerësohen veprat e tona në këtë aspekt. Për shkak se me thonë unë jam besimtar, ama nuk i di a jam bash besimtar, a se jam besimtar, e nuk ka dyshim se është kufër. Dhe besimtar nuk thujnë, ne jena besimtar inshallah, për shkak se nuk e dim a jena a nuk jena besimtar, por thujnë nga rruga e të kuptuarit të argumenteve se ata të cilët janë besimtar, për me qenë besimtar të përfunduar në xhenet, duhet me i plotësuar dhe disa kushte. Prej kushteve, me vdekësit e tillë. Kurse vdekësit si të tillë as vdekësit nuk e dim. Prej kushteve, veprave, me i bën sakt sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ia dhon hapun gjithsecilës që kemi bën, dhe nuk i dim kur i bëjmë veprat, kërkush me neve nuk i dim, a na u kanë pranuar ose nuk kanë pranuar. Dhe kur i bëjmë mëkatet, kërkush me neve nuk i dim, a ka më na e fal Allahu subhanahu wa taala, a nuk ka më na e fal. Ne shpresojmë se Allah subhanahu wa taala ka më na e fal, ama kërkush të zot me neve më thonë që po më neve ka më na e fal Allahu, pik. Ne shpresojmë se Allah subhanahu wa taala ka më na e pranuar veprat e mira, ne pranojmë veprat e mira, ama kërkush nuk mundet me thonë për besimtarëve, unë e fala që namazave ky u pranua te Allahu. Unë agjerova Ramazani dhe kjo pranu të Allahu, se të këto kushtin besimtarëve. Dhe në këtë kuptim, thuhet se ne jemi besimtarë nga se besimi përbëhet nga besimi me zemër, shqiptimi me gjuhë dhe praktikimi me gjymtyr i këtij besimi. Tash në këto të trija të bojmë. E besojmë Allahut me zemrat e tona, e shqiptojmë atë me gjuhët e tona, edhe e praktikojmë atë me veprat e tona, por kërkush për neve nuk jep garanci vetes se tash na jemi më besimtar, edhe niveli besimit ton është i pakontestueshëm, edhe na kemi me hin xhenet, ja, nuk e thot kërkush këto. Por në themi kështu, ne jemi besimtar. Dhe nëse don Allahu subhanahu wa taala më vazhdoi kështu, dhe vdesni se të tillë, domethënë me kushtëzime, ne do të jemi prej banorëve të xhenetit. Ama nuk i jep siguri kërkush as vetes, as dikuna, për shkak se nuk lejohet për kërkon, me thonë si individ, se filoni është në xhenet, ose filoni është në zjarr, përveç për ata të cilët ka tregu Allahu subhanahu wa taala me emra. Kurse në përgjithësi themi se çdo kush që vdes besimtar, ka më hinë në xhenet. Çdo kush që ka vdek pa besimtar, ka më hinë në xhenem. Qafirat që janë tash gjallë, a ka më hinë në xhenem? Nuk i di, na shtollëzohen para se me vdek. Muslimanët që janë gjallë, a ka më hinë në xhenet?
Nuk e di, nështë të devjojnë para se në arë momente që i del shpirti i tënde. Dhe kështu i ka mësua Allah subhanahu wa taala pejgambert. Në transmetimet të sakta ka ardhur për jahudive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet: O i dërguari i Allah, o Muhammed, me shprehje që ju ka drejtuar, a më tregon cili është ushqimi që kanë në hangër të parit banorët e xhenetit? Ose e ka bërë një pyetje tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kam të kallëzuar nesër inshallah. Jo, kam të kallëzuar nesër, me shpresën se në menën e vet, Allah subhanahu wa taala ka më lëndru për përgjigje. Nëse zakonisht kur i bënte dikush pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë pyetje që se dinte pejgamberi sallallahu nga shpallet e përpashme, Allah subhanahu wa taala e çonte Xhibrilin e njoftonte, ose nëpërmjet vahjit. Kur ka bërë këtë pyetje, pejgamberi sallallahu ka thënë, tregoj nesër. Dhe ka bërë dita nesër me s'ka zbrit. Xhibrili, s'ka shpallje. Një ditë tjetër, derisa ka zbrit fjala Allahu wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Mos thuni se ona kam më bë që punë nesër, përveç nëse ja shtoni inshallah. Mos thuni se kam me kry që punë nesër, pa ja shtu inshallah. Gjithë se cilës. Edhe pse pastaj me kalimin e kohës muslimanët dikush prej muslimanëve e kanë keq përdorur këtë fjalë dhe sa që njihet që septojnë inshallah di që sot se kryjnë gjatë punë, dhe kjo është gabim, ama besimtari gjithmonë duhet me pas parasysh se ka me kryer këtë punë nëse don Allah subhanahu wa taala. Nëse s'don Allah subhanahu wa taala s'me kryjnë. Kurse në transmetimin e saktë prej Ebu Hurerës radhiyallahu anhu, thoshte Ebu Hurera, unë nuk më pëlqen me thonë, unë nesra nuk më quhe pe gjumit kafir. Mu son të mbromja nuk ka më mëzon duke qenë kafir, se duke qenë kjo besimtar. Pse? Për shkak se kjo është çështja që nuk e din njeriu se çka ka mendon nesër dhe hadithet të sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë ndryshe. Hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë zemrat e robërve janë mes dy gishtave të Allahu subhanahu wa taala dhe i rrotllon Allahu subhanahu wa taala çish dëshiron. Pejgamberi sa bën të dua ja muhtabit al-qulubi thabbit qalbi ala dinik, o ti që i rrotllon zemrat, forcoje zemrën temën fen tonë. Njeriu është besimtar alhamdulillah, ama a ka garanci që s'mund të deviju s'ka? A duhet me pas frikë me dënimit? Duhet. Thot Allahu subhanahu wa taala kur ka folur për njerëzit لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Keni me shliruar Kudsin ndashtë Allah. Për shkak se fjala inshallah nuk përdoret nga besimtarët për shkak të dyshimit. Për shkak se Allah subhanahu wa taala nuk ka pas dyshim a kanë me hije në Mesjidin Haram, as kanë me hije besimtar. A kanë me shliruar Mekën, as kanë me shliruar Mekën besimtar. S'ka pas dyshim. Allah subhanahu wa taala e ka ditë saktë dhe ka qenë prej kaderit të Allah subhanahu wa taala qysh moti se muslimanët kanë me shliru Mekën duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të thulen në Mesjid al-Haram inshallah, keni me hije në Kabe inshallah. Ose keni me bë umrën që kish bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marrëveshje me mushrik para se me e shliruar Mekën dhe disa prej sahabëve kishin frikë me të drejtë, a thu kemi me mujt, me bë umrën, a thu kanë me majt fjalët mushrikët për marrëveshjet që kanë bërë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu subhanahu wa taala ja zbret ajetin keni me hije la tadkhulunna al-masjid al-haram inshallah aminin, keni me hije në Kabe nëse don Allahu. Kjo nuk vjen për shkak të dyshimit, se ndoshta ai ndoshta sini, por vjen për shkak të dhonjes gjitha meritave Allah subhanahu wa taala. Besimtari të gjitha meritat për të gjitha begatit ja jep Allah subhanahu wa taala. Edhe diturin që e ka, thot Allah ma ka mon. Punën që ka mon, këj fiton punon vetë,
shumë, edhe ka fitu, ama nuk ja përshkruan vetës, se vetës ja përshkruanin pa besimtar në kohën e Firaunit. Unë e kom bërë këtu me dituritë e mia, ja, besimtarët thotë, Allahu subhanahu wa taala ma ka mundsu. Dhe vazhdimisht çështjet e mira i them, ja jam meritat, ja jam mirënjohjen ja dim Allahu subhanahu wa taala, kurse për gabime gjithmonë ja lëm vetës fal për shkak të mangësive dhe gabimeve tona. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kalonte ka morrezat bante një dua. Dua cila është sunet thuhet nga besimtarët kur kalojnë nga morrezat. I përshëndes të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum ahlet diyar, mëshira, paqja Allah që më juve valor të morrezave dhe në fund, wa inna bikum inshaallahu lahiqun. Edhe ne kemi me bashkuar me juve ndoshta Allah. Se asë ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është sakt që ka vdek, e ka ditë. E pse ka thonë kemi më taku me juve inshallah, që do të thonë se nështë takohemi, nështë takohemi. E kështu disa që si kuptojnë argumentet, i bajnë të këfir njerëzit cilët thonë neve besimtarë inshallah, se po dëshon një imanin e vetë. Nuk është çështja që dëshon kush prej besimtarëve në çështjet e besimit të tyre, por me kushtëzimet të cilat e kemi përmendur. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka dëshuar që ka me vdek, e më bashku me vdekurit? E pse atëre u ka thonë edhe na inshallah, nëse do Allah kemi më taku me juve, më thonë për shkak të çështjes së marrjes së masave, garancive të cilat i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Kurse Ibrahim alayhi salatu wasalam kur fliste me mushrikt, thoshte tuhajuni fillahi wa qad hadan. A po më polemizoni në çështjen e Allahu subhanahu wa taala, kurse Allahu subhanahu wa taala mund ka udhëzu, wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha Allah, illa an yasha rabbi shay'a. Unë nuk i kam frikë atyve të cilëve ju i bëni shirk. Illa an yasha rabbi shay'a, veç nëse don Allahu më ndodh diçka. Se a ka besu Ibrahimi alayhis salam se idhujt e mushrikëve mund me i bëdëm Ibrahimit alayhis salam, që ka thonë, veç nëse don Allahu, ata më bëdëm diçka mu? Jo, por edukata që Allahu subhanahu wa taala u mëson te pejgamberëve është kjo. Një prej pejgamberëve u thoshte popullit, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna." Na nuk kthehemi në fenë e juve. Se populli mushrik i thoshte pejgamberit vet, nëse doni me shpëtua është më kthye në fenë tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i këtij populli thoshte popullit, na nuk kthehemi në fenë e juve. Illa an yasha Allahu rabbuna. Vetë nëse do Allahu na kthyneve. Pse ka dyshu këtë pejgamberi se na jena muslimanë, të namazën e na ka mundësi për bëmë shirk? Nuk shkon në kuptimin e kësaj, por ne jemi të udhëzuar, edhe zemrat e tona janë mes gishtave të Allahu subhanahu wa taala, ne shpresojmë mos me ne rrotullu Allahu subhanahu wa taala zemrat. Dhe bëjmë dua, lutemi që mos më ndryshu Allahu subhanahu wa taala zemrat, ama kur shpejteve mundet me thonë garanci se zemra e juve ka me mbet e tillë dhe nuk ka me ndryshu. Një rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që u kthye prej një betejë dhe ka marrë prej plashkës luftës, u ka shpërnda njerëzve. Disa njerëzve u ka dhënë më shumë se disa tjerëve. Dhe disa për shumëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë oj dërguari i Allahu subhanahu wa taala, i ka dhënë filonit edhe filonit. I ka lënë pa dhënë filonit e filonit tjerëve. Kurse këta janë besimtarë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "O muslim", ose janë musliman.
Sahabiu tha, këta janë mu'minin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ose musliman. 3 herë. Pastaj, për këta njerëz për cilët fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta ishin besimtarë. Nuk ishin prej munafikëve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dinte njerëzit cilët janë munafikë, cilët nuk janë munafikë për shkak të shpalljes, dhe në fund ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ona herë pas here i jap disa njerëzve, kurse disa tjerëve nuk u jap. Këta të cilëve nuk u jap janë më të dashur te unë sa atyre të cilëve i kam dhënë. Po atyre të cilëve i kam dhënë, i kam dhënë nga frika mos më rënë në dënim. I kam dhënë atyre me përmirësu mendimin për Allahu subhanahu wa taala dhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me përmirësu mendimin për përpjekje rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Se ka disa njerëz kështu mendojnë, na kem Bedër, kem Uhud, çka fitum? Dhe kjo është gabim. Besimtari kur i kryen obligimet, kur i kryen farzet, kur i kryen ibadetet ndaj Allahu subhanahu wa taala, humbi ose fitoj në shikimin e vet, nuk ka humbë te Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund me thonë sahabët na kem Uhud, edhe çka fitum, hupum. Jo më rrë keni konë në hudë dhe keni kryer obligimin që ka vëndu Allahu. Pastaj çka ndodh ajo jep Allahu subhanahu wa taala fitoren asë jep, ajo nuk është çështje juve, çështje e Allahut. Çështje juve ka me shku deri çaty me bëj ato veprime të cilat e keni bën. A mrini qëllimin për cilin i nisa se mrini kjo nuk është çështje juve. As nuk do të më dëshmu, as më mërzit. As nuk do të më pas dëshime, ta s'kush hiç. Por disa njerëz matematika t'i banë kështu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë ju dash këtyre. Edhe pse këtyre të cilëve nuk ju dash, këta janë më të dashur te unë se sa që atyre që ju dash. Që do të thonë se këta janë më të mirë se sa këta. Se nuk mundën më konë të dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrëmsimet tina, ata cilët janë munafikin për cilët Allah subhanahu wa taala e ka lënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se janë munafikin. Kjo jetë me kuptu se këta kanë qenë për një me besimtar. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte janë muslim, ose janë musliman, ose janë musliman, ose janë musliman. Edhe në këtë hadith thotë disa mësime për cilave duhet me pas me marrë mësim besimtar. Çështja e parë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith el-ulemau warathatul anbiya. Dietar janë trashëgimtar pejgamberëve. Ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kemi lënë trashëgimi dinare, dirhem, ari argjend. Por trashëgimia që kanë lënë pejgamberët është dituria. Me që dituria është trashëgimi e pejgamberëve, kush është trashëgimtari i pejgamberëve? Dietar. Dietarët veprojnë në bazë të asaj që kanë mësuar, kanë bërë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këto e qesin praktik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dallime në njerëz. Disa me ka dhënë më shumë, disa me ka dhënë më pak. Disa me ka dhënë që shikim parë, ata nuk e meritojnë me dhënë këto, sa tjerë jenë më të mirë. Atyre që kanë qenë më të mirë që ka dhënë hiç. Atyre cilët që kanë qenë shumë mirë ju ka dhënë. Atyre që buakia kanë qenë krejt munafik, ju ka dhënë. Atyre që kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për ditës parë që ka dhënë. Tash veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet me ungut me i gjyku. Ose veprimet e dietarëve nuk duhet me ungut me i gjyku ata që s'ka njëri. E pse ky dietar e bën këto kështu? Pse ky e bën ato kështu? Pse atina i ofron diçka këtina si ofron kjo është më mirë se ai? Logjika nuk shon kështu. Sahabiu ka vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar se në veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në vlerësimin e njerëzve dhe në raportet se qyshësimet me ta, kujna sa i jep e kanë një urtësi. Pse ky jep atyre cilët janë më pak mirë se sa këta? Ose ndodhë që këta në munafikët të janë musliman, tyre s'pjojep të nuk pjojep.
me rregullue çështjen, me rregullue mendimin e tyre se këta kanë mendimin e rregulluar. E transmetim tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë që tyre sahabëve, cilëve që ka thonë hiç, e që sa i plashe, kurse munafikëve kanë në disa transmetime, ju ka thonë kanë 100 deve. E Abu Bekri tas nisen hiç. Omar ibn Khattabi tas nisen hiç. Ati munafikët 100 deve. Kush punoj këtu më shumë, a ky? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Juve që këmbon, aty me këmbon. Ata shkojnë të shtëpiat e tyre të gëzuar me delet e devet që ja këmbon. Ju asini të knaqët, me shku të shtëpiat e juve, e me juve është të knaqër Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu person situatat, po ty s'ka nevojë me donë Allah, se ti je besimtar. Ty s'ka nevojë me mundu me ta përmirësuar mendimin për Allahun e për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ti ke përmirësuar më ti këtë çështje. Nëse ka boni ndim, nëse ka boni veshim, ati ju ka boni veshim për një arsye dobësie tina. Nëse ty s'tu ka dhënë një përparësi, dije që s'tu ka dhënë për shkak timonit nol që s'kena nevojna, duke e ditë se ti e kupton këtë çështje dhe as nuk lodhesh me këtë punë. Dhe përfundimi, njerëzit të cilët kanë kompetenca, kanë dituri në veprimet e tyre, nuk i bojnë veprimet e tyre të paqëllimta. Është e drejtë dhe kanë drejtë besimtarët me kërkues sqarim, ama nuk ndodh një pejgamber për pejgamberët e Allahut me bën një veprim, një dallim edhe veç e ka bërë kot çashtu, paqëllim, e ka një urtësi. Nuk ndodh dietar të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bën një farë veprimi e ka bërë kot. Në sytë tu na shëndohet që nuk është i rregullt, ama lyp sqarime, mos bë akuzë se çfarë veprim që ka bërë. E ka një shpjegim, e ka një arsye, për shkak se ata të cilët i njohin tekstet që ka zbritur Allahu dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë ata të cilët e dinë edhe metodën se çysh sillen me njerëzit, edhe metodën se ku na duhet me i dhon, e ku na duhet mos me i dhon, kush e përballon takimin me Allah subhanahu wa taala, edhe nëse s'merr kur gjatë kësaj dinjore, e kush ka nevojë me forcue për me vazhduar këtë rrugë. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.